Parlamenti do të përsërisë votimin për anëtarët e Komisionit Rregullator, një prej 3 organeve të KQZ-s. Sipas ligjit, anëtarët duhet të zgjidhen me 84 vota, por në seancën e të njëjtës asnjë prej tyre nuk mori numrin e nevojshëm. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi deklaroi se kandidaturat u miratuan pavarësisht mungesës së kuorumit, por këtë të premte, kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi kërkoi anullimin e votimit, pasi asnjë prej tyre nuk mori votën pro të 84 deputetëve. Ju nuk keni as kapacitetin dhe as integritetin e duhur për drejtimin e Kuvendit. Ju vijoni të keni bindjen se mjafton të votoj pro Tauland Balla dhe aktet në Kuvend s'ka nevojë për kuorum sipas ligjit, sepse i quani të miratuara, akuzoi Bardhi kryetarin e parlamentit. Por Kuvendi sqaroi se votimi për anëtarët e Komisionit Rregullator do të përsëritet, pasi kryeparlamentari Niko Peleshi në fund të seancës ka konstatuar mungesën e kuorumit të nevojshëm prej 84 votash pro.